Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatisim këtë ëmbëlsirë teje të shijshme me portokallë. Recetë vegetariane, pa vezë, pa qumësht, pa kos dhe ka një pamje fantastike, sidomos tani për festat. Përveç lëngut të portokallës, mund ta përgatisni me çdo lloj lëng tjetër të dëshirës tuaj, ose dhe me amit të gatshme. Shumë herë përgatis dhe me amit qershie. Sidomos për pjesën e kremit nga jashtë del shumë e mirë. Për kekun, 250 ml lëng portokalli ose një gotë, 150 ml vaj ose 3 të pestat e një gote, një gotë me sheqer 200 gram, aromë vanilje, një brez me krip, lëvorën e një portokalli, sipas dëshirës nëse keni portokalle të freskëta. 2 lugë gjelle të mbushura plot me miell orizi ose niseshte. Pasi keku nuk ka vezë, na ndihmon që të lidhet më mirë dhe mos të thërmohet aq shumë. Dhe tani do shtojmë miellin. Unë kam shtuar miell farina që fryhet vetë, por sigurisht mund ta zëvendësoni me miell të thjeshtë, gruri dhe 2 lugë gjys kafe me baking powder. Pra plur pjekje. Do e shtojmë avash avash duke e situr. Na ndihmon që keku të dalë më i fryrë dhe mos të krijojë kokorriza mielli. Duhet të ketë këtë konsistencë që shikoni në video. Kam shtuar disa copësa çokolate, ose mund të merrni një çokoladë dhe ta prisni me thik në copa të vogla. Nëse nuk doni, nuk ka problem. Nëse keni dëshirë ta bëni ngjyrë çokolate, mund të shtoni 2 lugë gjelle qumësht dhe 2 lugë gjelle me kakao, që keku të marrë ngjyrën e çokoladës. Unë të dashur miq kam përdorur një formë të tillë. Është e mira që forma të jetë sa më e thjeshtë dhe mos të jetë shumë e thellë, që të jeni të sigurt që do largohet lehtë. Gjithashtu të keni gatuar më përpara kek dhe të jeni të sigurt që nuk ngjit. E kam lyer me vaj dhe pak nga mielli. Na ndihmon që keku të dalë më lehtë. E hedhim avash avash vërdall dhe e hapim me një shpatull. E tundim që të zëri vend të mirë dhe vazhdojmë me pjekjen në furrë të parangrohur 180 gradë për afërsisht 45 minuta. Do e kujdesni dhe vetë derisa të marrë ngjyrë të artë dhe me rëndësishme të jetë i pjekur brenda. Do e lini për të paktën gjysmore të ftohet brenda në tepsi që të djersisi nga poshtë. Më pas do e ndihmoni me një thik vërdall për të siguruar që do shkëputet nga tepsia dhe do e ktheni përmbys. Për kremin, 3 lugë gjelle me sheqer, 3 lugë gjelle me niseshte, do i mbushni plot me majë. 600 ml lëng portokalli ose 3 gota, mund të merrni dhe lëng të gatshëm, pra amitën të dëshirës tuaj. Portokallet duhet të jenë të ëmbla dhe jo të tharta, se përndryshe nuk ka për t'ju pëlqyer shija. E vendosim në zjarr derisa të vlojë dhe të trashet. Tepsin të dashur miq e kam larë mirë dhe e kam lagur me ujë. Mund ta bëni dhe me vaj. Na ndihmon që të shkëputet më lehtë kremi pasi të ftohet. E hedhim ashtu siç është i nxehtë, nuk do prisni që të ftohet. Dal ngadal vërdall dhe më pas nga sipër vendosim kekun ashtu siç ishte kur e larguam nga forma. Do e shtypni pak me dorë derisa të shikoni kremin që ka dalë nëpër ansore. Do e lëm të ftohet për të paktën 2 orë në temperaturë dhome të freskët, ose 1 orë në temperaturë dhome dhe 1 orë në frigorifer për të qenë më të sigurt. Duhet të jetë i ftohur mirë dhe i mpiksur kremi që të ketë rezultatin e mirë kur ta kthejmë përmbys. Unë kam sherbetosur pak, jo shumë sherbet. Me kujdes nuk duhet të shtojmë sherbetin kur kremi është i nxehtë. Duhet të jetë i ftohur plotësisht, sepse përndryshe bashkohet me sherbetin, na hollohet dhe prishet. Do e gjeni të shkruar në përshkrimin e videos se si kam përgatitur sherbetin. Nuk e kam hedhur të nxehtë, por të vakët. E lëm 10 minuta sherbetin që ta përthithi dhe më pas e kthejmë përmbys. Keku ka goxha çarje dhe përthithet lehtë dhe shpejt. E dekorojmë me pak arë kokosi sipas dëshirës ose me bajam me arë pak vërdall. Dhe ja ku e kemi gati për ta shërbyer. Ka një pamje fantastike dhe një shije teje të mirë që ja vlen ta provoni. Dhe këtu të dashur miq, dua t'ju rikujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të shtypni butonin subscribe për të njoftuar rreth recetave të reja, gjithashtu të aktivizoni dhe zilën. Për të vlerësuar punën time, mund t'i jepni një like kësaj video dhe nëse keni diçka të paqartë, mund të më shkruani në koment. Për ata që do e provojnë, punë të mbar dhe ju bëft të mirë. Gjithë të mirat, bashkë me dëgjofshim në recetën e radhës.